الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Urim e Ramazani, agjerim të pranuar, sevape të fituara, inshallah jemi më afër Zotit, inshallah jemi më afër njëri tjetrit. Unë gëzohem që jam prapë në mesin tuaj, në mesin e të gjithëve, po sidomos në mesin e të rive. Dhe në fakt ky takim i sotëm është parapar për të gjithë, po sidomos për të rit. Dhe më kujtohet takimi i fundit me të rit këtu, që kemi bërë para 2 vjetësh. Ka qenë gjithë xhamia e mbushur me të ri, dhe inshallah gjithmonë do të jetë me të ri. Kjo xhami e mrekullueshme, kjo qendër model, lutim Zotin ta jap sukses në dunja edhe në ahiret. Nuk do të kem në një ligjërat të gjatë, më shumë ndoshta do të jetë edhe bashkëbisedim, sidomos me të rit. Dhe pyetja e parë që bëj gjithmonë kur flas me të rit është nëse duhet ta bëjmë në shqip apo në gjermanisht. Prandaj prej trive, ata që duan gjermanisht ta ngrenë dorën lart. Kush do shqip? Të gjithë duan shqip. Okej, atëherë bëjmë edhe shqip inshallah. E nëse keni ndonjë kërkesë ose ndonjë pyetje në gjermanisht, mund ta bëjmë. Tema që kam zgjedh është e mundur që të kombinojmë të qenit musliman, të qenit i ri, edhe të qenit i suksesshëm. Pse e kam zgjedh këtë temë? Sepse ata të cilët nuk e duan fen, ata të cilët nuk e duan muslimanët, ata të cilët duan të na zhveshin nga vlerat që kemi si musliman, si shqiptar, duan të gjejnë gjithmonë kundërshti mes të qenit i suksesshëm dhe të qenit fetar, mes të qenit i ri dhe të qenit besimtar. Ama ajo që na mëson feja, ajo që na mëson Kurani, ajo që na mëson jeta, është krejt e kundërta. Jeta na mëson që nëse duam të jemi suksesshëm, këtë sukses e arrijmë më mirë kur besojmë në Zot. Sepse forca që na jep besimi nuk na jep asnjë gjë tjetër. Feja dhe Kurani na mëson që muslimani, nëse jeton siç na mëson Kurani, siç na mëson Zoti, duhet të jetë njeriu, qytetari më pozitiv, më produktiv, më i sjellshëm, më i dobishëm për shoqëri, pa egzagerim. Nëse jetojmë ashtu siç na don Zoti, edhe na mëson Kurani dhe na mëson feja, për këtë jam shumë i bindur që do të jemi njerëzit më produktiv, edhe më të zgjedhur, edhe më të mirë. Edhe një pyetje që ua bëj të gjithëve edhe vetes është që të dalim nga vetja edhe ta shohim veten secili prej nesh, po sidomos ju të rit, jugendliche. Të dalim për një moment nga vetja, të ngjitemi diku në kodër ose në katin e dytë, edhe ta shohim veten nga sipër, nga para, nga mrapa, në anën e djathtë, anën e majtë, edhe ta vëzhgojmë veten tonë, edhe ta pyesim veten, kur na shohin të tjerët, për të tjerët e kam fjalën jo muslimanët, na jetojmë në një vend jo musliman, ku shumica e popullatës nuk janë muslimanë. Kur na shohin këta të tjerët, çfarë shohin tek unë, tek ti, tek muslimanët? A shohin një shembull të mirë për të cilin thonë, çfarë njeriu qenë ka ky? A është njeri apo është melaçi?
sa i mirë, sa i sjellshëm, sa i rregull, sa estetik, sa i suksesshëm, apo e kundërta. Nëse na shohin me atë syrin që do të na etiketojnë ndryshe, thonë, ç'a qenë nga ky, larg këtij. Këtë pyetje t'ja bëj çdo kush prej nesh, unë i pari, vetes. Çfarë modeli japim ne si musliman? Ne pretendojmë, elhamdulillah jemi musliman, edhe pretendojmë të jemi besimtar. Edhe feja na mëson që besimtari do të jetë vërtet shembull për njerëzit. Nëse dalim nga vetja dhe shohim veten në këndvështrime të ndryshme, çfarë përshtypje fitojmë. Pika tjetër është, çfarë do të thotë të jesh i suksesshëm? Edhe këto do t'ju drejtohem të rive dhe duhet që të më përgjigjeni. Nuk ka përgjigje gabim. Was bedeutet Erfolg oder erfolgreich zu sein? Çfarë do të thotë të jesh i suksesshëm? Mos keni frikë. Kush do na tregoj? Doktor, çfarë do të thotë të jesh i suksesshëm? Të jesh i dobishëm. Shumë bukur, kjo mjafton. Të jesh i dobishëm do thotë të jesh, domethënë të jesh i suksesshëm do thotë të jesh i dobishëm. Shumë mirë. Tjetër, nga trit. Ase do t'ua kalojnë këta haxhilerët, shihni, këta janë suksesshëm, që shihni çka kanë bërë. Këta e kanë bërë haxhilerët, nuk e keni bërë ju trit. Këta e kanë bërë për ju. Çfarë do thotë të jesh i suksesshëm? Të arrish qëllimin, shumë mirë. Tjetër, nga trit. Was bedeutet Erfolg? Kritikfähig, shumë mirë. Do të thonë widerstandsfähig, kritikfähig. Shumë mirë. Pikë tjetër. Të jesh punëtor. Shumë mirë. Pikë tjetër. Mirë, për ne si musliman, çfarë do të thotë që të jesh erfolgreich? Me njoft Zotin, mashallah. Ku jeti ka kohë që s'kam thonë? Mashallah. Zoti trujt. Sukses nuk do thot vetëm para. Nuk do thot vetëm status në shoqëri. Edhe pse fitimi halal i paras është shenjë e suksesit. Edhe është i nevojshëm. Feja na mëson, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el mu'min el yadul ulya khairu min el yadi sufla. Dora që jep dhe që ka është më e mirë se sa ajo që kërkon edhe është poshtë. Pra të jesh i pasur, të kesh pasuri halal, është shenjë e suksesi, por nuk është sukses i plot. Të bëhesh një politikan i njohur, të bëhesh një figurë publike, është shenjë e suksesit, por nuk është sukses i plot. Suksesi në atë këndvështrimin tonë si besimtar, por jo vetëm, është që së pari të kemi një besim. A e dini pse është sukses që të kesh besim solid edhe të palëkundur? Sepse gjitha ato që përmendëm si i mora vetëm paran edhe statusin shoqëror. Ta dikur zhduken edhe shuhen, edhe avullojnë. Ama besimi që e kemi në zemra nuk avullon kur. Edhe fizika, ligjet e fizikës na mësojnë se asgjë nuk zhduket, por transformohet nga një formë në një formë tjetër. Nuk zhduket asgjë. Njeriu kur vdes, edhe pse eshtrat edhe mishi i shterren, i kthehen në dhe dhe në hi, nuk zhduket, transformohet, edhe materia transformohet në diçka tjetër, që ne nuk e shohim më në këtë formë që kemi. Ama ai që është më rëndësishme është besimi, i cili nuk zhduket. Siç nuk zhduket edhe shpirti, edhe besimi nuk zhduket. Dhe a dini çfarë? Nëse në fund të jetës sonë, nëse Zoti na ka dhënë jetë dhe dalim pension, edhe plakemi në mesin e niprave, të mbesave, të familjes, shoqërisë, të xhamisë, kur gjithçka largohet, nuk kemi më para, nuk kemi më shëndet, nuk kemi ndoshta edhe shoqëri, ajo që na ngelet e fundit është besimi. Besimi s'u mbet kurrë.
Ai na mban gjallë, edhe na jep shpresë kur dalim para Zotit do shpërblehemi për të. Prandaj, të jesh i suksesshëm do thotë të kesh besim. Të kesh besim tek Zoti, të kesh shpresë tek premtimi i Zotit, të kesh shpresë tek premtimi që Zoti na ka bërë për xhenet, që do të na shpërblej për këtë punë që bëjmë. Gjithashtu do thotë që të kesh një karakter të fortë. Të kesh një karakter të mirë. A shihni ne jemi në Ramazan, dhe Ramazani është shkollë në vete. Një prej mësimeve më të mëdha që marrin gjatë agjërimit dhe gjatë Ramazanit, është etja uria, edhe pse unë jam mjek dhe më pëlqen t'ju them që agjërimi dhe Ramazani na e pastron organizmin nga helmet, nga lëndët e dëmshme, nga kilogramët e tepërta, nga indet e dhjamit, na e qetëson zemrën, na e ul tensionin e gjakut, na e rrit imunitetin, bën një farë pushimi për organizmin tonë. To janë shumë të mira. A moje që do të ndryshoj në Ramazan gjatë agjërimit tek ne është sjellja jonë, karakteri jonë. Prandaj duhet të kemi një karakter të fortë. Dhe ajo që përmendi vllai, doktori, të jemi nützlich, të jemi të dobishëm. Nëse si jemi të dobishëm për askënd, po vetëm për vetet tona, do thotë që jemi egoist. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetur për njeriu më të mirë, a dini çka ka thonë? Nuk ka thonë njeriu më i mirë ai që falet gjithmonë te qabja, një namaz me 100.000 namaze, nuk ka thonë ai që falet ditën dhe që agjeron ditën dhe falet natën, nuk ka thonë ai që mëson Kur'anin përmendësh, edhe pse këto gjitha janë të mira. Ka thonë khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i mirë është njeriu i cili është më i dobishëm për kë? Për muslimanët? Për xhamit? Jo, për njerëzit, pra për gjithë njerëzit. Të jesh i dobishëm për mbar njerëzit, qoftë musliman ose jo musliman, qoftë besimtar ose jo besimtar, qoftë njeri, qoftë edhe natyrë, qoftë edhe kafsh. Kjo është feja e Zotit, të jesh i dobishëm. Prandaj Zoti na dërgoi në këtë botë. Edhe na bëri më këmbës të Tij. Që me gjithë qenjen tonë, ndoshta edhe kur nuk flasim fare, flasin gjymtyrët tona, nuk shprehemi, shprehet fytyra jonë, buzëqeshja. Buzëqeshja është sipari i muslimanit. Një musliman nuk rri rolur asnjëherë. Buzëqeshja është sadaka, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ajeti kuranor thot: "Qad aflaha al-mu'minun." Të shpëtuar, të suksesshëm janë kush? Besimtarët. Ka shumë njerëz që mundohen të punojnë, të japin kontribut për njerëzit, por nuk e kanë lidhur këtë kontribut dhe këtë sukses me besim. E kanë humbur. Thot Zoti në Kur'an: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kur dalim para Zotit, kanë bërë shumë punë, po si kanë bërë? Ju ka munguar ajo shkëndija që unë po e bëj këtë, por po e bëj se Zoti më ka ftuar ta bëj. Prandaj ta kemi atë motivimin e besimit. Unë do të marr disa shembuj që në fakt janë shembuj të rive. Edhe vëllezër e motra, sidomos ju të ri, duhet që të lexojmë. Edhe ndoshta me leximin tonë nuk i përfshin dot të gjitha aspektet e jetës, të gjitha shkencat që na duhen, por ajo që na ndihmon shumë të kuptojmë kush jemi, të mësojmë nga historia, të mësojmë nga brezat që kanë qenë përpara, është historia. Libra historia, lexoni, të lexojmë historinë. Lexoni historinë e këtij vendi ku jetojmë, ku jetoni. Këtë vend, se është një vend model, është një vend i suksesshëm. Nëse flasim për sukses, ky është një vend i suksesshëm. Jo vetëm se ka parë, se para është vetëm një aspekt, po janë shumë gjëra. Ë? Lexoni historinë e këtij vendi, që kur është themeluar deri sot, për të kuptuar, për të mësuar. Lexoni historinë tonë si shqiptar, që kur ekzistojmë, pellazgët, ilirët, arbrit, shtetet që kemi, ato që si kemi pasur atëherë asnjëherë, ato që i kemi sot. Pse? Se do të mësojmë nga gabimet që kemi bë, edhe do të dimë se kush jemi.
Duhet patjetër që të ta lexojmë historinë për ju tri, edhe pse jetoni këtu në Zvicër. Lexoni historinë e shqiptarisë, jo vetëm historinë ata e Shqipërisë së sunguar, po të shqiptarisë. Se mësojmë kur të shohim që ka pasur modele suksesi, dietar, shkencëtar, njerëz të urtë, trima. Ne flasim për trimërinë, flasim për besën e shqiptarit, flasim për bujarinë, flasim për paqësinë e shqiptarit. Ne jemi njerëz të paqë. Jemi njerëz të paqë, kemi qenë gjithmonë. Po duhet ta lexojmë historinë. Pastaj të lexojmë edhe historinë e muslimanëve, jo vetëm historinë e profetit alayhis salam, po historinë e muslimanëve në përgjithësi. Edhe historinë e profetëve. Do të mësojmë shumë nga historia. Aliu radiallahu anhu. Aliu, sa mendoni jo se ka qenë kur e ka pranuar Islamin, ka qenë i ri. Disa për historianëve ka thonë që ka qenë burri i parë që ka pranuar Islamin. Historianët thjerën thonë nuk ka qenë akoma burr, ka qenë fëmijë kur ka pranuar Islamin. Edhe ka qenë i ri. Edhe Aliu i ka marrë disa përgjegjësi mbi vete që s'ka marrë askush tjetër. Kur ka emigruar profeti sallallahu alaihi wasallam, është dashur ta bëj fsheh Urazi. A dini kë ka lënë në shtratin e tij, ndërkohë që njerëzit, ata luftëtarët përjashta e kishin rrethuar shtëpinë e tij me shpata në dorë që ta vrisnin, vetëm po prisnin urdhrin e atij që jepte urdhrin. Aliu e mori guximin edhe u fut në shtratin e profetit sallallahu alaihi wasallam, pa ju dritë qerpiku, pa pas frik fare. Ka qenë prej sahabeve më të ditur për sa i përket fesë. Dhe ka qenë sahabi trim, që nuk ka pasur betejë ku ky nuk ka dalë në dy luftim. Edhe gjithë kënd që ka dalë të luftojë me ta e ka mundur. Një shembull tjetër, shembujt janë të shumë, por unë i kam marrë të rit. Osama ibn Zeid. Osama ibn Zeid ka jetuar tek shtëpia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë vetëm 18 vjeç kur është bërë komandant e një ushtrie që është përgatitur në kohën e profetit alayhis salam, ndërkohë që profeti vdiq. Edhe ngeli komandanti i ushtrisë. A dini kë ka drejtuar ai si komandant? Ebu Bekrin, Umerin, gjithë sahabët e mëdhenj. Derisa Umeri radiallahu anhu kur e ka pa, Umeri sigurisht që ka pas respektin e madh ndaj profetit alayhis salam, edhe ndaj Ebu Bekrit. I ka thënë Ebu Bekrit, ta ndryshojmë. Të vendi këtë tjetër, kjo është shumë i ri. Ebu Bekri ka thonë, pasha Zotin e madh, atë që e ka vendosur profeti alayhis salam, unë nuk e ndryshoj. Osama e ka drejtu ekspeditën, Ebu Bekri ka ecë në kamp, edhe s'ka pranu që të ngjitet në kal, ka thonë, jo, ti do të rish në kal, unë do të eci në kamp. Përgjegjësi të madhe, pse se ka pas besim të fortë tek ajo që e ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Është një tjetër, janë të shumë fakt, Imam Newawi. Dhe këtu kur flasim për Imam Newawiun, flasim për një njeri dietar, që dijen e ka marrë që kur ka qenë i vogël. Edhe është bë aq i ditur, sa që nuk ka ndoshta libër të haditheve që nuk e ka studiuar dhe nuk e ka përzgjedhur dhe nuk e ka seleksionuar. Çfarë na duhet për ta mbyllur? Çfarë na duhet ne si musliman, sidomos për të rit? Jo vetëm për të rit, po vlen për gjitha moshat. Edhe unë për veten e konsideroj veten akoma 3, edhe pse më kanë dalë një 3-4 thinja, janë më shumë fakt. Ama si mos për ju të rit. Pse e them për të rit? Se ju të rit i keni disa shanse që nuk i kanë pasur këto baballarët edhe gjyshrit tuaj. Nëse i pyesim këto axhilerët, që janë me mjekura të thinja edhe tregon atë pjekurin në fe, ku janë falur kur kanë ardhur këta? Njerë është këndash që të mendohemi, duam të falemi në rregull, mendimi i mirë, po ku të falemi? Po na duhet një hoxh, po ku të mësojmë? A dini sa kanë vujt? Kanë vujt shumë. Edhe atë kohë që këta e kanë jetuar para 30 vjetësh, sot e kësaj dite jetojnë vëllezër tuaj tjerë në vende tjera, jo shumë larg. Ka shumë vende tjera, ndoshta edhe në Zvicër që akoma nuk e kanë këtë luks edhe këtë komoditet që e keni ju këtu. Mos e harroni. Ju trit mos e harroni, po edhe ju pleqët, edhe të vjetrit, ju të pjekurit mos e harroni. Se këtë nuk ka zbrit Zoti nga qielli, këtë e keni bërë ju.
Edhe që të bësh diçka të tillë, tregon vetëm diçka. Që këtu ka pas edhe ka seriozitet, sinqeritet, precizion, edhe art, se kjo është art. Prandaj mesazhi për të rit është jeni në një vend, në vendin më të sigurt në botë, në vendin më të përparuar në botë, në një vend të lirë, edhe i keni gjitha mundësitë e hapura, gjitha dyert e hapura. Përkushtoheni që të jeni inshallah të suksesshëm me besim edhe me iman. Me dije, se Kurani na mëson për dije, Iqra, lexoni. Karakter të fortë. Merrni përgjegjësi. Mos prisni që nanat edhe baballarët të rrinë nanë dhe babë për ju derisa ju të bëheni 50 vjeç. Jo. 18 vjeç ka qenë ai kur ka marrë përgjegjësi. Është tamam ajo koha ku merrni përgjegjësi. Se kjo përgjegjësi nganjëherë është e vështirë, po ju bën burra. Ju bën burra. Prandaj merrni përgjegjësi, e detyra jonë e tjerëve është që t'ju marrin për dorë, t'ua tregojmë se si merret përgjegjësia. E treta është të jesh në shërbim të komunitetit. Pa marrë parasysh a është shqiptar, ajo shqiptar, musliman apo jo musliman. Se duhet të jemi në shërbim të komunitetit. Ne lutim Zotin e Gjithësisë që të na bëj të suksesshëm me besimin tonë, lutim Zotin e Gjithësisë që të na bëj të suksesshëm me punët tona, me dijen tonë, edhe me karakterin tonë. Për ta mbyll, edhe më bëni Allah 5 minuta të gjus gjatë sonte, se është fundjavë, është ditë e shtunë. Do të mundohem që teravit t'i falim pak do shta më shpejt inshallah. Kjo vlen për të rit, po vlen për gjithë. Me që ishim tek shembujt dhe i kalova shumë shpejt. Në kohët e hershme ka jetuar një i ri, domethënë një besimtar, i cili ka qenë pasardhës i familjes profetit alayhis salam, pasardhës i Husajnit radhiyallahu anhu. Ka qenë djalosh i ri, është rritur jetim. Dhe fakti që është rritur jetim, më thënë babai ka vdekur shumë i vogël, nëna është kujdesur shumë për ta. E ka edukuar me besim, me fe, me vlera të larta morale. Dhe kur i ka mbushur 15 vjet, ka dashur të dalë edhe të marrë dije, të dalë nga vendbanimi i tij, të shkojë diku tjetër, shkojë në Bagdad. Dhe nëna i ka dhënë disa porosi. Dhe ndër porositë që i ka thonë o birim, mos i harro fjalët edhe porositë që ti kanë thonë, po diçka shumë me rëndësi. Në jetën tënde thuaj gjithmonë të vërtetën, kur mos gënje. Mos gënje asnjëherë. Thuaj të vërtetën edhe nëse kjo fjalë e vërtet do të bëhet shkak që ti të vdesësh dhe ta humbësh jetën tënde. Dhe nguliten në mendje edhe në zemër ti djalit të ri të fjalë. E merr rrugën, po para se të merrte rrugën, nëna i dha para me vete. Kishte kursimet e jetës që ja dha djalit. 40 dinar ari, floriri. Vlerë e madhe për atë kohë, edhe për sot. Edhe ja fshehu, ja qepi tek astari i rrobës brenda, që të mos i humbi. I tha o birin, kur të mbërish në Bagdad, do të duhen që të banosh, të hash, të pish, të blesh libra, të mësosh, të edukosh. U niski me një karvan gjatë rrugës, del një banditësh për të vjedhur. Dhe banditët i marrin gjithë me radhë, nga i pari i karvanit që ishin tregtar, udhëtar, që kishin pare me vete, që kishin gjëra me vlerë, që kishin arë, që kishin argjend. Edhe vjen radhë, edhe pyesin çdo njërin, ke pare me vete po, sa ke ja merrnin. Dikush nuk tregonte, e godisnin, e rrifnin. Kur arritën tek djali i ri, 15 vjeç, ishte ndoshta akoma fëmijë, edhe nuk ishte shumë i madh me trup. I thanë, po ti djalosh, a ke diçka me vete? E kontrollon në çantën që kishte diçka për ngranë, edhe deshën ta linin. Ky tha, jo, ndaloni. Edhe on kam diçka me vete. Po çfarë ke? Tha, kam 40 dinar floriri. Edhe ai hajduti ngeli kështu në shtangë, tha, 40. Ku i morë? Më ka thënë nana. Tha, po ku i ke? Ty tha, nuk tregoj, të vije krye hajduti, atij do t'ja tregoj. Vjen krye hajduti edhe i thot ky, kemi një djalë tri që ndoshta po na gënjen, thot ka 40. Hajde fol me të. Vjen edhe fol me ta, i thot, ku i ke? Thot, i kam këtu. E hapin astarin, edhe ja gjen 40 dinar të floririt.
Edhe habitet ky hajduti. Thot ne u lodhëm me këta tjerët, sa ishin ndoshta 100 veta, me zi na nxorën ato lekët që kishin, na gënjyen, ndoshta i kanë fshehur diçka. Pse ti tregove që ke para me vete? Çfarë të shtyu? Tha do të ta tregoj. Tha më shtyu besa që ja kam dhënë nanës. Kur jam nisur për rrugë, tha, i tregoj, tha unë jam jetim. Edhe nana ime më ka nisur tha për këtë rrugtim që të bëhem i ditur edhe të marr dije. Kur jam nisur për rrugë, tha më ka dhënë i kam lënë një amanet. Ja kam dhënë fjalën nanës që për Zotin e Madh, unë s'kam për të gërnyer, asnjëherë do të tregoj gjithmonë vërtetën, do të jem gjithmonë i sinqert. Edhe ky krye hajduti u prek aq shumë sa filloi të qante. Edhe ushtrin tokë, i hodhi ato dinarët anash, edhe filloi duke qartë. Kur e pan ato ushtarët e vet u habitën, tha ç'a ndodh? Ky ishte njëri karakter të fortë, gjithmonë i egër, gjithmonë i vrazh, gjithmonë gjakatar. Çfarë ndodhi? Tha për Zotin e Madh, tha këto fjalë të këtij djalit më kanë prek në zemër. Ky tha ja ka dhënë fjalën nanës, ja ka dhënë besën, edhe do ta mbaj besën. Po ne tha që e kemi shkelur besën e Zotit. Edhe amanetin e Zotit, edhe kemi vrarë, kemi prej, kemi vjedh, kemi mbashtru, si do dalim para Zotit. Tha pasha Zotin e Madh, unë dëshmoj para Zotit edhe para ju se për kësaj dite do t'i lëmë për punë të këqija. Do t'i kthehem Zotit. Tha dhe kërkoj që edhe ju ta bëni të njëjtën gjë. Amin thanë ata, edhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë. U kthyen gjithë. Banda hedutëve, njerëzve më kriminal e lanë punën e keqe, u kthyen rrugën e Zotit, pa dëgjuar ligjërata, pa lexuar libra, pa falur namaz, pa dëgjuar hutbe, pa bë tribuna, pa bë seminare madhështore. Me një fjalë, po më shumë me një gjest të një fëmije. A jemi në gjendje vëllezër edhe motra, që me karakterin ton, me sjelljen ton, me një buzëqeshje, me një fjalë të mbajtur, me një të qenit korrekt edhe të vërtet në jetën ton, ta bëjmë diçka të tillë, mundemi. Çdo njëri prej nesh, Zoti na bëf prej të sinqertëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.